أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë udhëtimin ton në këtë kopsht të mbushur përplot me ajete kuranore dhe hadithe pejgamberike, të cilat i ka grumbulluar në mënyrë të mrekullueshme njëri prej kolozëve të Islamit, dietarëve të mëdhej të umetit islam, Imam Nevaviut rahimahullahu taala. Jemi duke vazhduar me mësimet dhe porosit që i marrim nga ky libër, libri Riyadus Salihin, i cili është i ndarë në kapituj dhe çdo kapitull që e kalojmë e shtojmë dijen tonë mbi fenë Allahu Dhul Xhelal dhe nxitjen për të shtuar veprat e mira dhe adhurimet me të cilat i afrohemi Allahut subhanahu wa ta'ala. Jemi në kapitullin e 80 më radhë, që nga fillimi i librit, kapitulli i cili flet për detyrën dhe obligimin që ka muslimani për t'u bind dhe për ta ndëgjuar pushtetarin musliman kur ai urdhëron në gjëra të mira dhe të dobishme. Dhe se një ndalohet muslimanit me u bind dhe me ju nështru kryetarit musliman kur ai e urdhon atë në mëkat. Filluam me hadithin e parë, hadithin 663 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Nevaviu rahimahullahu taala thot: "Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: 'Ala al-mar'i al-muslimi السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه." عبد الله ibn Umeri radiyallahu anhuma na tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: individi musliman duhet të ndëgjon dhe t'i bindet pushtetarit musliman edhe në gjërat që i don, edhe në ato që i urren, përveç se nëse urdhërohet në mëkat. E kur urdhërohet në mëkat, atëherë s'ka as dëgjim e as bindje. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Në mësimin e kaluar filluam me sqarimin gjuhësor të këtij hadithit dhe përmendëm se ka përmend individin musliman për të regu se të gjithë muslimanët e moshëritur e kanë këtë detyrë dhe obligim. Që kur jetojnë në një shtet islam me një kryetar musliman, e kanë detyrë dhe obligim të ndëgjojnë urdhin e tij dhe t'i binden atij dhe ta zbatojnë ata. Dhe ulemat e kanë sharuar edhe një detaj. Kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ala al-mar'i al-muslim, me të vërtet individit musliman i bëhet detyrë. Pjesa ala mbi e ka kuptimin tekstual, mbi çdo musliman, mbi çdo individ musliman është detyrë. E thënë ulemat, përdorimi i shprehjes ala përveç që jep kuptimin e detyrës dhe obligimit, e jep edhe një kuptim tjetër, që çdo herë që muslimani kapet për urdhnat e Zotit dhe urdhnat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka më ngrit në dynjë dhe në ahiret. Se kjo lidh se ala mbi e ka dhe kuptimin e ngritjes dhe lartësimit. Andaj na themi mbi çdo musliman, mbi çdo individ musliman është detyrë. Detyra vjen nga lart, nga Allahu Dhul Xhelal. Edhe përderisa muslimani kapet për këtë detyrë, ngritet lart. Do të thot mesazhi i cili është që na muslimanat
momentin që kapemi për fjalën e Allahut dhe porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne ngritemi në dunja edhe në ahiret. Dhe kundërta është e kundërt. Momentin që na e braktisim edhe lëm pas dore, e kthejmë pas shpine, e lëm pas shpine urdhin të Allahut dhe urdhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të as dunja as në ahiret s'mund ngritemi. Dhe e përsia jon, zhvillimi jon, përparimi jon si musliman është i lidhur ngushtë me zbatimin e urdhnave të Zotit dhe porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj duhet jemi të vëmendshëm këtë aspekt, se fatkeqësisht shpesh herë ne tentojmë dhe synojmë me ngrit veten duke anashkalu fen Allahut xhelal. Apo Allahun e madh, kushdo që lip zgjidhje dhe krenari jashtë e Islamit, ai edhe nuk gjen zgjidhje, edhe nuk gjen krenari. Andaj fjala e Omerit radhiyallahu anhu është aktuale gjithmonë. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Dhe kjo Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu për arabët, për kurejshitët, për fisët e veta, na jemi një popull të cilin Allahu e ngriti e bëri krenar me Islam. Wa mahma abtaghayna al-izzata fi ghayri al-Islam adallana Allah. Dhe çdo herë që do kërkojmë krenari jashtë e Islamit, Allahu ka më nënshum. Subhanallah, tash e 1400 vjet. Kjo fjali e Omerit radhiyallahu anhu shumë aktuale. Arabët përderisa e lanë Islamin janë bo pike 5. Edhe s'kan ku një farë vlerë në botë. Kur ishin me Islam 13 shekuj, sunduan botën dhe ishin udhëheqësit e botës. Edhe na shqiptarët. Përderisa kena pranu Islamin, me Islam e kemi zhvillu vetën dhe kemi arrit që na me dhonë kontribut në zhvillimin e botës. Dhe gjitha format e mundshme. Sidomos në zhvillimin e perandorisë osmane, që ka qenë një perandori e cila ka sundu kontinente edhe oqeane. Në momenti që e lam Islamin, kemi ra e minda pike 5, edhe s'kemi asnjë vlerë në llogaritjet gjeopolitike. Dhe lufta e madhe që bëhet për me largu Islamin prej neve, është për të mena zhyt edhe ma thellë në lumë, në loqë, në kënet, që me në hup edhe ajo pak vlerë që mund të ketë dikush për nesh. Edhe andaj, duhet me qenë lufta jonë e fuqishme, e vazhdushme, që na me erujt Islamin brenda nesh, që na me kultivu ata të këne, që me rrit dijen tonë bi fen, ve dijen tonë bi këtë fe, ve dijen tonë bi armisht e kësaj feje, dhe të shtem vepat e mira, adhurimin dhe Zotit, dhe vepat me të cilët është i kënaqur Allahu dhul xhelal, që prania e Islamit të shpresë, zgjidhje dhe rrugdalje për të gjithë ata që nuk e njohin Islamin, për gjithë ata që nuk janë musliman. Shembujt ton, vepat tona, zemërgjërsia jon, të shkak që njerëzit të interesohen për Islamin. Mbron, një hoqë për më tregon një rast të një mjeke e cila është bo muslimane. Edhe pasi që është bo muslimane, brenga kryesore e saj është si me i bo dhe tjerët musliman. Edhe në spitalin ku punon, e ka ndihmue një pastruese jo muslimane në punën që ka bo. Kjo mjeka e pastruese. Edhe ka ndihmu në punën e vetë. Gjatë kohë, derisa një ditë për ditëve, ajo pastruese vjen i thotë saj, mjekës, thotë edhe unë du më bo musliman. Edhe dje, jo më larkë se dje, e thotë shahaditin dhe pranon Islamin. Do të shifne, që dhe më thonë, kër njeriu e ka gajle tjerëve, e ofron shembullin, e jep modelin, edhe pastaj e ull veten, nuk e man veten me ndje madhë, se unë jam mjek, ajo është pastruese. Për kundër e ull veten dhe i ndjemon punët e veta, për me të regu modelin, shembullin, e muslimonit i cili e ndjemon se cilin pa marë parasysh, a është musliman apo nuk është musliman. Dhe me këtë gjest, dhe me këtë sakrifis, dhe me këtë kontribut,
Dhe me këtë gale fillimisht, mo të cëllëp që ajo me thonë shahadetin dhe me shpëtu vetën dunja në ahiret. Ande kjo është kuptimi i kësaj krenarie për që na flasim. Na jemi popull, do thotë që Allahu na ka bë krenar me Islamin dhe çdo herë që do kërkojmë krenari jashtë e Islamit, ka me na nënshmu Allahu xhelal. E kjo ndjenjë e krenarisë duhet me qenë pranishme vazhdimisht të na, edhe kur e mësojmë fen, edhe kur i kryjmë adhurimet, edhe kur ofrojmë modelin, edhe kur japim zgjidhjen, edhe kur bashkëjetojmë me jo muslimanat, të gjitha këto situata dhe rrethona, të mundohemi na ta japim modelin e mirë, shembullin e mirë, dhe kështu ta marrim Islamin të fuqishëm tek na dhe bota, përgjithësi e populli jon shqiptar në veçanti, çdo ditë e më shumë ta ndjen nevojën e madhe që ka për këtë fe. Nevojën e madhe që ka për fenë islame. Dhe alhamdulillah, ashtu është duke ndodhur. Megjithëse lufta është e egër, armisia është e madhe, megjithatë çdo ditë shfaqet në botë nevoja shumë e madhe për përhapjen e Islamit, për rregullimin e jetës sipas Islamit. Gjithashtu dje ndëgjosha dhe lexosha një jo musliman i cili kërkon falje për akuzave, sharjeve dhe ofendimeve që ka bërë muslimanëve. Sepse realisht musliman do më thonë nuk kanë bo dam si që kanë bo jo muslimanët në botë. Dhe se këtë ajo që ka thonë për muslimanët ka qenë do thotë një keq kuptim i cili ka ardhur nga lufta mediatike e madhe të cilën e bëjnë do më thonë mediat e blera prej forcave anti-islame të cilat vetën e kanë zhyt në lom, në loq, e pastaj mundohen tjetë mi etiketu edhe me isha dhe me ofendu. Për këtë shkak, alal mar'i al-muslim, mbi individin musliman është detyrë dhe obligim, e themi na këtë kuptim, që kur muslimani e zbaton fenë Allahut, ngritet, edhe në dunjo, edhe në ahiret. I ngritet vlera dhe pesha edhe në familje, i ngritet vlera dhe pesha edhe në mahall, i ngritet vlera dhe pesha edhe në xhami, i ngritet vlera dhe pesha edhe në shkollë, i ngritet vlera dhe pesha edhe në punë, edhe në qarshi, kudo që shkon e ngrit vetën e tij, me fenë e tij, me islamin e tij. Andaj vëllazë, të vazhdojmë të jemi krenar me këtë fe, edhe të shërbejmë këtë fe, do thotë duke u munduar me fitu kënaqësinë e Allahut për asnjë farë interesi tjetër. Gjithashtu, kur flet ky hadith alal mar'i al-muslim, individi musliman e ka detyrë dhe obligim, e kupton se bindja ndaj të parit nuk është ligj njerëzor, nuk është vetëm rregull shtetnor, por është ligj për Allahut xhelal, është ligj hynor. Raporti i qytetarit me pushtetarin nuk është thjesht se është interes i joni me zhvillu shtetin, jo. Allahu i madhëshëm, para se me ardh njerëzit e me mendu si me zhvillu shtetin edhe si me ndërtu raportet mes njerëzve dhe pushtetarve, ka caktu ai subhanahu wa ta'ala. Dhe andaj, dhe thot është detyrë dhe obligim fetar që muslimani me ju bind, me ndëgju me vëmendje dhe me ju bind kryetarit musliman, pushtetarit musliman. Është ligj për Allahut, është adhurim i Allahut duke e respektu të parin e muslimanve dhe andaj muslimani kur jeton me një shtet islam në hijen e ligjit islam, a çdo sekond që i nënshtrohet ligjit dhe zbaton ligjin, ati i shkuhet adhurim, ati i shkuhet shpërblim. Sekret kjo është urdhën nga Allahu dhul xhelal dhe besimtari e bën për fitu kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu dietarët kanë përmend ka pse e ka veçu muslimanin, alal mar'il muslim. Shifna na jemi akoma në elaborimin e fillimit të hadithit në aspektin gjysor. Pa ndërhyj pastaj në tematika që vijnë. Për me kuptu se pse gjua arabe është gjua e fesë. Pse gjua arabe është gjua e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse është një gjuhë e cila brenda vetes ka një filozofi. E cila filozofi thellësia e saj shifet tash kur na i elaborojmë dhe i zbërthejmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fjalë për fjalë. Besoj që e njëjta ka ndodhur me ne dhe më shumë
kur flasim për rrëfimet kuranore të hanën, edhe i zbërthejmë ajetet kuranore që flasim për ato rrëfime kuranore. Edhe aty e kemi situatën e ngjashme, ku çdo ajet po çdo fjalë brenda ajetit është e rëndësishme, madje edhe çdo shkronjë, edhe çdo lidhse, edhe çdo pjesës që është brenda fjalive që përbëjnë ajetit kuranore e ka domethënien dhe porosin e vet. Andaj pse veçohet individi musliman, sepse ai është i thirrur për të zbatuar urdhrin e Allahut dhe urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë, jo muslimani fillimisht nuk kërkohet prej tij me zbatu urdhrin. Çka kërkohet prej tij? Imani, besimi. Pa besu prej tij nuk kërkohet zbatimi i detyrave dhe obligimeve. Ama muslimani masi ka besu Allahun e Madhëshëm, atëherë ai me automatizëm duhet me qenë i gatshëm me ju nënshtru urdhnit të Allahut dhul xhelal dhe urdhnit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tash këtu është edhe një mesele. Nëse gjejmë na musliman që i thënë vetes musliman, i thënë vetes besimtar, mirë po kur vjen urdhni i Allahut dhul xhelal, ai nuk e ndëgjon. Kur vjen urdhni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk e ndëgjon. Çka i thënë me ati ka dalë, Allah sa jeti besimtar. Si ka mundësi me qenë ti besimtar, e kur vjen urdhni i Allahut dhul xhelal ti nuk e zbaton. Ti e ignoron, ti e kundërshton. Ti ja kthen shpinën. Çfarë muslimani je? Edhe na fatkeqësisht kemi shumë raste dhe shembuj të muslimanëve që i thënë vetes musliman, ama kur e thret Allahu dhul xhelal me ju nënshtrua atij dhe me ju bind atij me fal namazin, ai rrin punët e veta, rrin qefet e veta dhe nuk i përgjigjet thirrjes së Allahut xhelal. Hayya ala salah, hayya ala falah, eja në namaz, eja në shpëtim, ai rrin vend. Nuk i përgjigjet thirrjes së Allahut xhelal. Allahu e thret, ai nuk përgjigjet. Allahu e thret, ai kundërshton, ai refuzon. Si ka mundësi që ky njeri mi i thon vetes musliman? A është muslimani vetëm ndjenje dhe emocion, pa vullnet dhe energji për ta zbatuar urdhin e Allahut dhul xhelal? Andaj, për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e ka treguar shumë qartë se besimtari është ai i cili kur thirret për te Allahu dhe i dërguar i tij që ata të gjykojnë në çështjet e tij, ti nënshtrohet tërësisht pa kuni far vonimi dhe hezitimi. Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Nuk i takon një besimtarit dhe një besimtarës kur Allahu dhul xhelal gjykon mes tyre me ndonjë gjykim që ata t'i japin vetes mundësi me zgjedh mes gjykimit të Allahut dhul xhelal dhe gjykimit të njerëzve tjerë. S'ka mundësi me zgjedh. Mundësia e vetme që bëhet detyrë dhe obligim është t'i nënshtrohesh gjykimit të Allahut dhul xhelal. Edhe andaj na themi, duhet që ta ngrisim vetdijen tonë e gatishmërinë tonë t'i nënshtrohemi urdhnave të Allahut dhe urdhnave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se krejt na testohemi dhe sfidohemi. Secili nga nesh në formën e vet. Ne si xhallar testohemi dhe sprovohemi sa do jemi në nivel të përgjegjësisë. Sa do kemi guximin dhe vullnetin me qu në vend porosin dhe amanetin, me thonë fjallën e vërtet edhe nëse ajo neve në rrezikon jetën, apo në rrezikon neve, do thot karrierën, apo në rrezikon neve, do thot rrogën. E nëse na e bëjmë thirrjen islame, davetin, për shkak të pozitës, për shkak të pagesës, për shkak të presioneve nga pushteti, atër të Allahu s'ki asgjë. Mirë po edhe xhamati njëjtë, se cilin e punën e vetë, se cilin angazhimin e vetë, nëse nuk vepron që me qenë në nivel të përgjegjësisë, me fidu kënaqësinë e Allahut, me qunë vend urdhnat e Allahut, mu rujt nga ndalesat që ka ndaluar Allahu në punë, ai që bën, gjithashtu ai njeri ka mangësi të imanit të tij dhe ai iman që ka nuk i mjafton atij
për me u deklaru se është musliman i pastër, i kullum, shembull dhe model për të tjerët. Për këtë shkak të dashur vëllezër, çdo herë që kemi të bëjmë me ajete dhe hadithe, me urna dhe ndalesa, duhet ta zgjojmë vëmendjen tonë. Duhet t'i hapim mirë veshtet tona. Duhet t'i hapim mirë sytë tonë, që të dëgjojmë e të lexojmë me vëmendje, edhe të mundohemi të përpiqemi me mish e me shpirt që themi na, për të qenë në vend këto porosi edhe këto urna të Allahut xhelal dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dietarët kanë përmend një komponent, do të shifne përputhjen mes fjalëve që ka përdor. Për shembull, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'i al-muslim as-samu wat-ta'a fi ma ahabba wa kariha. Mbi individin musliman është detyrë dhe obligim të ndëgjon dhe t'i bindet pushtetarit musliman në gjërat që i don dhe që i urren. Ku është përshtatshmëria? Se dashnia dhe urrëtia shkojnë paralel. O e don, o nuk e don. Nëse e don, i nënshtrohesh. Nëse nuk e don dhe urren, nuk i nënshtrohesh. Andaj, edhe kur ki gjëra që janë pëlqyeshme për ty dhe i don, edhe kur ki gjëra që janë pa pëlqyeshme për ty dhe i urren, duhesh ti me ju nënshtru urnit Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, është logjika e gjuhësore e përdorur në këtë hadith, e cila e ndihmon besimtarin që të gjitha ndodhit e jetës së tij dhe të gjitha rrethonat ku ai gjendet dhe jeton, ta ketë parasysh se duhet të nënshtru urnave dhe porosive të Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj ky fakt se besimtari duhet ta ndëgjon dhe t'i bindet Allahut xhelal gjërat që i don dhe që i urren, do të tregon se besimtari musliman duhet të jep përparësi në nshtrimin ndaj të parit prej muslimanëve, para se me i pas parasysh dëshirat e veta, sepse nëpërmes kësaj ai e ndihmon unitetin e muslimanëve. Shifni tash, kjo porosi çka jep, çfarë mesazhi jep? Do thotë na jemi një kallabëllok njerëzish. 100.000, 500.000, 1 milion, 5, 10, 20, 30, 100 milion, s'është me rëndësi numri. Si të është një kallabëllok, e ma shumë, ata të me pas një të parë. Bile në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur t'jeni në rrugë 3 veta, e përpjet, njëni caktoni e mirë. Të pari. Në më 3 veta e përpjet, duhet me pas organizim. Po me kon 30, organizimi bëhet edhe ma obligativ. Po 300, po 3.000, po 300.000, po 3 milion, po 30 milion, po 300 milion. Dhe sa ma shumë që rritet numri njerëzve, nevoja për organizim të ato njerëzve bëhet edhe ma e madhe. Pse? Sepse nëse nuk organizohen njerëzit mes vete, bëhet rëmuj, bëhet katastrofë. A dhe andaj, na duhet mësojmë të jetojmë të organizuar. Edhe insistimin në organizim fillon për të namazit. Do të xhamia e ka imamin, e ka muezinin. Muezini e përcjell kohën e namazit. Dhe sipas kohës së namazit e thirr ezanin. I mbledh besimtarët. Vin besimtarët kallëbllok në xhami, edhe secili mu fal vetë jo. Dikush para, dikush mash, jo. Dikush në vend, dikush para kohë, dikush mas kohë, jo. Kur thirrë muezini, vin musliman, secili për shtëpisë vet, edhe renditen safa. Safi i parë mushet, vazhdon i dyti. I dyti mushet, vazhdon i treti. I treti mushet, vazhdon i katërti. Këtë falen veç e veç, jo. E ka një moment që falen veç e veç që janë suneti. Ama kur vere momenti kritik, momenti i serios, atëherë del imami përpara, muezini e bën ikametin, do të jep mesazhin që xhamati do të më çojë në kam, me mush safat, edhe me u lidh imamit. Edhe imami thot Allahu Akbar, xhamati thot Allahu Akbar. Edhe fillon jeta në xhami e organizuar. Ashtu sikur se organizohet jeta në adhurimin e Allahut në namaz, ashtu do të organizohen këtë porët e jetës. Normalisht në xhami i pari i xhamis është imami, hoxha. Në shkollë i pari i shkollës është drejtori. Në mahall i pari i mahallës është kryetari i këshillit vendor. Në komunë është i pari i komunës.
E kështu më radhë rritet domethënë organizimi. Ama në këtë formë, kur na e kemi një të parë musliman që qeveris me Kur'an dhe Sunet, dhe që ka qëllim e zhvillu jetën fetare edhe jetën e kësaj bote në interes të qytetarëve, na e kemi detyrë dhe obligimin në shtu, se kështu na e mbrojmë unitetin mes muslimanëve. Kur bën zullum, duhet me këshillu. Kur urdhon në gjëra, nuk ki drejt me u bind, sepse përsëri bindja jonë ndaj tyre është e kufizume ose e kushzume me bindjen te Allahut subhanahu wa taala. Ama në ndjekjen e të parit dhe pasimin e tij na e ruajm unitetin mes muslimanëve. Gjithashtu përshtatshmëria mes ndëgjimit edhe bindjes, për shembull as-samu wa ta'a ala al-mar'i al-muslimi as-samu wa ta'a fima ahabba wa fima karih. Do besimtari e ka detyrë dhe obligim me u bind, me ndëgjue urdhën e të parit dhe me u bind, me zbatuar urdhën. E ndëgjimi dhe veprimi zakonisht duhet të jenë të lidhuna me zvete. Fatkeqësisht edhe këtu kena mangësi. Shumë musliman dëgjojnë plot herë fjalë të mira dhe të rëndësishme, po të njëjtit që ndëgjojnë këto fjalë të mira e dobishme, rrallë herë i zbatojnë. Andaj ka qenë prej duave të besimtarve, për të cilën flet Kur'ani fisnik, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Besimtarët e vërtet thënë: o Zot, na bën për atyre që i ndëgjojnë fjalët e Zotit dhe i pasojnë ato, i zbatojnë ato në formën më të mirë të mundshme. Andaj kjo është një këshill që duhet me avë secili vetvetes, edhe me insistunte që fjalët, porosit, mësimet, udhëzimet, jo vetëm me ndëgju, po më mundu edhe me zbatu. Nëse ka dallim mes zbatimit dhe ndëgjimit, atëherë ka me pas normalisht dallim edhe në zhvillimin ton. Nuk mundet askush prej neve me zhvillu jetën edhe në aspektin teorik, edhe në aspektin praktik, nëse atë që e ndëgjon prej këshillave, udhëzimeve, urdhrave dhe ndaresave nuk e zbaton. Nëse rrin të njëjtën situatë. Shembull, na kemi shumë vite me radhë që i themi dikujt për shokëve të ngushtë, kemi hajde betil sabah. Po valla, po mirë ki inshallah. E muhabeti është jo një herë, dy herë, jo një javë dy, jo një muaj dy, po është me vite. E ta është ti nalësh edhe mendon që kë njeri që 1 vjet e 2, 3 vjet e 4, 5 e 6, 7, 8 vjet, 10 vjet, thot po inshallah, dhe nuk e bën. I thut, a ka mundësi ky njeri ndonjëherë me ndryshu veten e tij? Nuk ka mundësi. Nëse asnjëherë ti ajo këshill, ajo porosi nuk të prej ty edhe nuk të shtin që me bo një hap me ndryshu vetën tonë, atë ti kur s'ke me ndryshu. Se normalisht se cili për nesh i ka momentet e dobësis, i ka momentet e plokshtis. Ama ka nevoj njëherë me i thonë vetës mjaft. Për shembull, na kena shok, xhamat që gjatë kohë kanë konsumu duhan. Duhani normalisht qëndrimi fetar për te është në interes të ati që e pin duhanin. Domthonë feja nuk fiton kur gjo. Kur thot se mos e pi duhanin, se duhani të bandam, edhe përderisa duhani të bandam, më është haram. Po ti e pin, pse se të ka bo ves, të ka bo shprehi e keqe. Edhe ti e thu 1 herë, 2 herë, 5 herë, 10 herë, a i vazhdon, se duhani është tesh e keqe që të populli. Për dit e ki me vete, edhe për dit ka me të mundu, edhe për dit ka me të lodhë. E ti shkon 1 ditë, shkon 1 javë, shkon 1 muaj, shkon 1 vjetë, shkon 2, 3, 4, edhe ti i thua i vazhdon. Deri sa kur, deri sa i vet i thot më mjaft. Edhe vendos me lon. Edhe pa e marrë këtë vendim, që ti vet një thonë vetës mjaft, më une du me ndryshu vetën teme, s'ka mundësi me lon donin. Edhe alhamdulillah na kemi raste të në xhami, të shokëve tonë që kanë konsumu duhanin me vite, me radhë, me dekada, kejt i kina fol, i kina thonë, i kina këshilu, po s'kan ngu. Ama vetë kër e ka vendosë, ka thonë, balma. Jo e ka pi, po themina e ka hangër për para, e ka hangër, si buk me konë. Ama, ka ardhë dite, ka thonë, mjaft.
Deri këtu, ke shka ke, sot e kumblon edhe e len. Kështu që është situata e dëgjimit edhe bindjes. Domethënë ti normalisht mundesh me kon i ri, mundesh me pas plagështi, mundesh me kon i dopt, mundesh me mirë, po një ditë ti duhesh me thonë njaft. Ke çka ke, bona çka bona deri sot. Sot e dy tjetër duhet me ndryshu. E kjo është kuptimi i asaj që na atë që ndëgjojmë me e zbatu. E inshallah Allahu të gjithë neve na bën për atyre që ndëgjojnë fjalët e Zotit, edhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i zbatojnë në formën më të mirë të mundshme. Se të këtu është shpëtimi. Se na me ditë fen shumë e mos me zbatu fitojmë kur gjë. Ama atë që e mësojmë kur e zbatojmë, atëherë ja shohim hajrin edhe në dunjë edhe në ahiret. Normalisht ka edhe do pjesë vogla të elaborimit gjuhësor, për to dhe gjëra tjera inshallah në desën e ardhshme, duke lutur Allahun të na jepë dobishën dhe vepra të mira, ne ditë dobishën dhe vepra të mira, ne sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu që ne ka bashkuar në këtë xhami, që të ndëgjojmë këto hadithe dhe këto porosi. Allah i madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.